njerëz që ndoshta edhe nuk vinë me të vizitu shpesh, ose veç fëmija jëtë nuk e nje që atë person, edhe qëto mu më do pak të ti, për ta që i fton dikon që ndoshta nuk i edhe qa që i ofert me to, edhe... Po i një që aty bile do të mu njoftu. Po, krejt në regull, se zakonisht listën e bojnë prendret. Po e bojnë prendret, po unë tash e kom një djale, dhe i kom 200 musafir të mi, tash qa me bo? Nëse martesën e djallit. Po për dorë tani për djallin nuk i bjenë mira, i ka që meftu shoqnik, shu që ma mirë është meftu ajtë. Ma i leti merë shoqnin, po edhe familjarët, sepse familjarët janë shumë më rëndësi me u taku njani me tjetrin, faktën në dasma, sepse nuk po shire. Sidomos fëmijët që s'penjojnë njëri tjetrin, është shumë e vërtet. Bashkë është mirë miftu krejt, jo 500, po 600, edhe mu njoftu krejt. Kjo kishte me qene bukur, apo mandej sa janë mundësit, mrena mundësive, krejt e organizuar. Ka edhe me pak njerës që naftojnë. Unë veç kisha me thonë kjo pjesa është ma shumë dëshira e prenderve që kur ta bojnë qa dasëm e përshisa ma shumë musafir, edhe ndoshta ka mbet pak ajo pjesa tradicionale, ajo pjesa e më hershme që nuk ban edhe këtë për shumë të thirëm, po kur të thirë ato edhe këti këtë tjetërin, të mon janë ato ndër lidhshmërit familjare që duhet për shumë dyja paltë. Po prandaj të rinjtë sot, po i bëjnë dasmat e vogla me shoqërinë e tyre, mjaftojnë vetëm prinderit e nusës edhe dhëndrit, bëjnë dasmat vogla, dikun 7-10 persona, edhe prandaj quhet dasëm e vogël. Nëse veç e bën dasmën e madhe, fillon me i thirë antar